Prokuroria themelore në Prizren ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit ndaj 4 të panderëve që u arrestuan dje gjatë bastisjeve në të gjithë Kosovën si pjesë e një hetimi kundër 2 ish-drejtuesve të Byros Kosovare të Sigurimit, të cilët dyshohen për keqpërdorime që i kanë shkaktuar dëm Byros në vlerë mbi 1 milion euro. Prokuroria i ka kërkuar gjykatës themelore në Prizren të caktojë masën e paraburgimit për ish-drejtorin ekzekutiv të BKS-s, Sami Mazreku, ish-drejtorin e financave Valon Berisha dhe 2 persona të tjerë. Ndërkaq për 35 të panderurit e tjerë, prokuroria ka kërkuar caktimin e masës paraqitja në stacion policor dhe ndalimi për t'i ofruar vendit ose personit të caktuar. Gjyqtari i procedurës paraprake ka caktuar seancën dëgjimore në orën 16 te gjykata themelore e Prizrenit në një komunikat për mediat. Pas përfundimit të kësaj seance, gjykata tha se do të njoftoj publikun me vendimet e gjyqtarit të procedurës paraprake. Mazreku dhe Berisha u arrestuan gjatë bastisjeve të djeshme në dyshimin se kanë keqpërdorur autorizimet e BKS-s duke u amundsuar personave të ndryshëm që përmes tyre të kryejnë transakcione të jashtëligjshme. Prokuroria tha se ata kanë keqpërdorur autorizimet ekonomike dhe kanë përpiluar dokumente të falsifikuara, ku deri në këtë fazë është vlerësuar se ato dokumente të dyshuara i kanë shkaktuar dëm BKS-s në vlerë prej 1.043.000 euro. Policia e Kosovës ka njoftuar përmes Facebookut se sot ka zhvilluar një aksion të gjerë policor në tërë territorin e vendit në ndyshimet për keqpërdorime në Byron Kosovare të Sigurimeve. Operacioni realizuar në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Prizren është rezultati i një hetimi disa mujor për krime ekonomike. Gjatë aksionit janë arrestuar 39 persona të dyshuar, ndërsa janë sekuestruar mbi 1.3 milion euro në xhiro llogari bankare, 23.700 euro para të gatshme, ari, aksesor, ordore, 2 armë zjarri, pajisje elektronike, kontrata dhe dokumentet e tjera relevante. Policia e Kosovës ka theksuar se mbetet e përkushtuar në luftimin e veprimtarive të kundërligjshme dhe forcimin e sundimit të ligjit. Ndryshe edhe kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Prizrenit, Petrit Kryeziu, tha në një konferencë për media se cakje hetimeve që nisën në marsin e vitit të kaluar janë ish-drejtori ekzekutiv Sami Mazreku dhe ish-drejtori financiar i BKS-s Valon Berisha. Mazreku dhe Berisha, të cilët u arrestuan gjatë bastisjeve të sotme, dyshohet se i kanë keqpërdorur autorizimet e BKS-s duke u amundsuar personave të ndryshëm dhe përmes tyre edhe të kryejnë transakcione të jashtëligjshme. Kryeprokurori Kryeziu tha se Mazreku e Berisha kanë arritur përfitime të mëdha për vete dhe i kanë shkaktuar dëm BKS-s. Po ashtu ata kanë keqpërdorur autorizimet ekonomike dhe kanë përpiluar dokumente të falsifikuara, ku deri në këtë fazë kemi vlerësuar se ato dokumente të dyshuara i kanë përdorur për përfitime personale dhe i kanë shkaktuar dëm BKS-s në vlerë prej 1.043.000 euro, tregoi Kryeziu.